Këtu të shikoni grafikën e S&P 500. Unë kisha një shpresë këtu në mars që ndoshta ishte një bottom të RSI-a dhe do blieshe. U ble pak, bëri këtë mirë reversion dhe kemi parë këtë rënjën e thellë që kemi diskutuar gjatë javës te Telegrami. Pak a shumë ditë për ditë. Arsyet, tarifa ka qenë datën 2. Dhe shikoni para tarifës, ajo që kemi diskutuar ne këtu javën e kaluar që do ketë një rritje 3 ditë. 1, 2, 3 ditë dhe pastaj ndolën tarifat më të këqija se sa priteshin. Mesatarja 28%, jo 10%, dhe pastaj një rënje të thellë dhe Kina në të premten nxori tarifat e veta kundër Amerikës dhe kjo ka bërë që të shitet më shumë. Por këto zonat e RSI-s janë zona tani shumë të shitura, që zakonisht blien. Kjo rënje që ka ndodhur këtu është një nga rënjet më thella dhe më të shpejta që ka ndodhur në tregjet financiare. Ishte kjo e herë dhe kjo ishte edhe më keq. Këto rënje janë të detyruara me logjikën e tregut që të paktën të shkojnë prapë te mesatarja. Këte do mundohem të tregtoj unë me disa aseta dhe pastaj ndoshta shkojnë për lart ose shkojnë prapë për poshtë. Është për të parë situata, por këtë lëvizje nga kjo zona këtu ose pak edhe më thellë është i detyruar tregu që të rikuperohet për një fazë të një çmimi mesatar që mund të jetë 5300 tani. Të treguar duhet të është detyruar të rikuperohet nga që kompanitë më dha përdorin hedge, kështu që duhet mbyllen disa pozicione dhe të blejnë ato çmime të larta, kështu që duhet ta çojnë aksion nga ato çmime. Për shembull, nëse kanë bërë hedge të 600, do ta blejnë call-in e tyre të $600 që edhe kjo do të thonë se ato rritjen. Kjo është perspektive për momentin, por që duhet të ndalojnë ato stop loss-et e veta. Po. Faleminderit Jeri për shpjegime, se unë ndonjëherë i bi shkurt. Edhe nuk Jo, shpjegoj për ta treguar njerëzve pse themi këtë gjë, domethënë se ndoshta mendosh që po themi po bëjmë fallxhori duke thënë këtë gjë, po janë gjëra të tregut, domethënë, pasi është logjika e tregut të çon që me vendimin që do marrin lojtarët e tjerë në treg, investitorët e tjerë, po thoj që është logjika e tregut që se si veprojnë lojtarët e tjerë, si tregtojnë investitorët e tjerë që e çon çmimin te zonat dhe ne këtë gjë mundohemi që të parashikojmë se çfarë mendojnë ato, çfarë veprimesh do marrin ato dhe ku do janë zonat që ato do shikojnë që të blejnë, të shesin, edhe kështu jemi le të themi atë që tha Iri që ndoshta bëjmë rolin e fallxhorit, por realisht është thjesht logjika e tregut edhe ku ke pak eksperiencë dhe merresh me këtë punë ditë për ditë, të çon që të parashikosh sa më saktë. Nuk jemi 100% të saktë, po 60-70% jemi besoj që jemi. Kemi dhe Nasdaqun, e njëjta gjë edhe me këtë. Kjo ka gjetur zonën 7400 që këtu du ta marrim me patjetër për mendimin tim. Kemi edhe më poshtë një zonë tjetër që është 16900, që është me interes, që mund të ketë një support. Dhe kjo ka qenë dhe një zonë që ka pasur më përpara support dhe rezistencë, kjo zona. Rezistencë, support, dhe ndoshta të jetë një support final këtu. Por RSI-ja kur ulet kaq shumë, dihet që duhet të bëj një kthim, se është shumë i shitur tregu dhe duhet të rritet pak. VIX ka pasur një rritje të jashtëzakonshme. Unë aktualisht u friksova për një sesion si fillim në gusht. Këtu, besoj Iri ti e marr Leo e marr me që kemi folur këtu për recesionin ose frikën e recesionit. Dhe pastaj i dyti ishte 18 dhjetori. Këtu ka qenë një tjetër dhe tani është kjo rritja. Por kjo është një rritje që është rritje e VIX-it më e qëndrueshme po ta vesh re.
Qoftë gush ka qenë një flash, që iku deri te 70 e pastaj ul prap. Të herë ka qenë stable, ka shtritur ditë për ditë nga 20%, 40%. Po. Edhe kjo tregon një frikë të qëndrueshme në treg, se kjo kap frikën dhe greed në treg. Këtu do shikosh që kjo u shit dhe pastaj është bler direkt se ka rënë Vixi. Blihet direkt tregu këtu, ku ka këto wicks, ku ka këto, le të themi, ulje direkt të Vixit. Dhe këtu mas i ditet direkt. Dhe këtu mas disa valë të vogla është bler që ka qenë ajo blerja para disa javësh dhe tani vetëm vazhdo për poshtë tregu dhe rritet volatiliteti, paqëndrueshmëria në treg, frika edhe është për të parë, por këto zonat të larta zakonisht janë zona që blihet tregu, prandaj lidhet pak me atë ide që ku ka frikë më të madhe në treg është momenti më i dur për të bler, të paktën afat shkurtër. Pastaj që ka shisim Vixin, sepse Vixi gjithmonë do ulet, kështu që. Është të tregi sigurt për këtu. Po, eksakt. Dhe kjo është situata edhe me Vixin. Kaq po mulem me tregjet amerikane, tani do të flisë pak për tregjet e tjera, me që Kleon përmendi pak Anglin dhe tregjet europiane. Flasim mirë për Kinën. Çfarë bën tregu kinez? Tregu kinez po konsolidohet tu. Pati këtë rritje, është ullë të zona 0.38 Fibonacci, po konsolidohet. Ndoshta do pak më shumë kosto dhe nuk i dimi fare tarifat, tregohet edhe në stocks kinez. Po, tregohet edhe te aksionet. Po. Ndoshta dhe tregu kinez ullet pak më thellë, te 0.5 Fibonacci dhe pastaj shkon më lart, është për të parë, por kjo është zona që po gjen pak support tu dhe mund të shkon për lart. Kemi tregun francez që një shitje ekstreme këtu. Edhe dalja jon te ACA që u ndole përpara javë, shpresoj që të ketë qenë sakt, sepse besoj që edhe kjo është ulur. Unë kam dalë këtu te 16.9 me raport 1 me 12, 25% profit dhe pastaj një shitje të lartë të aksionet franceze që kisha unë. Se unë i shita për para një javë, duhet gjitha aksionet. Pra të përthu se ka bërë ka humbur të gjithë rriti që kishte. Po, exact. Ka dhe duhet të shesësh edhe dalësh edhe më të baja të hold. Po, kjo është arsye pse ne marrim profitin. Nuk e majmë për gjithmonë, ose vëm stop loss, vëm mbulojmë veten. Tani mund të bleni, për shembull, nëse blen 10 aksione dhe u rritet të 12 aksione, tash mund të blesh 12 aksione në çmimën e 10 aksione. Për të rritur prapë fiton kish. Eksakt. Tani është për të parë se unë du konsolidim këtu. Se kjo do ketë me probleme dhe Europa. Se kemi diskutuar, do shumë kohë tregu të konsolidohet. Gjermani, gjithashtu ne diskutuam disa herë Gjermani, që më duket pak si shumë i bler te këto zona. Se unë mund më pëlqente, po vazhdonte të bliheshe shumë. Edhe s'po më pëlqente fakti që vazhdonte kjo euforia në një situatë të vështirë geopolitike, paktën për tarifat. Dhe pastaj rënje të thellë këtu. Kemi japonezin dhe japonezin në rënje, dhe ajo që unë doja të shikoja ishte koreani. Dhe koreani një shitje që është okay, sepse kjo shitja pak a shumë aty ku ka qenë në 18 dhjetor. Shikosh diçka interesante me koreanin dhe me japonezin. Te Vixi pam ato kulmet, ishte gushti, 5 gushti, ishte 18 dhjetori, ishte këtu, këtu, 18 dhjetori këtu, që ka rënë tregu, dhe tani 2-3 prilli rënjët. Edhe pak a shumë besoj gjithë tregjet ka rënë ato faza, por kjo është konsoliduar me në këto zona, ka po të njëjtin zonë.
në 2400. Australiani një rënje shumë të thellë, sepse australiani varet shumë nga eksporti i metaleve të çmura dhe commodities që po doren edhe metale në përgjithësi që po doren për industri. Dhe besoj që do ta ndiejë shumë Australia tarifat. Dhe këto në rënje. Por e kam thënë te TikToku, pa them për përsëris këtu, kjo është mundësia më e mirë për të pasuruar dhe për gjithë mundësi më të mira në treg, për të akumuluar, për të bler, por jo tani. Ne e lejmë tregun të konsolidohet, të gjejmë momentin e duhur dhe për të kapur varën për lart. Tani do keni mundësi që vin një herë çdo 3 deri në 5 vjet. Kur shitet kaq shumë tregu, këto janë mundësi të arta për të gjetur momentin e duhur dhe për të hyrë në treg dhe të përfitoni. Këto janë dipe që duhet bleni. Jo dipin këtu. Bleni dipet këtu, në fund fare, kur rënohet tregu komplet. Tjetër, ka që kam për tregjet këto indekset globale. Kemi dhe Dow Jones që është shitur shumë. Këtu që merret më shumë me industrit.